Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona, sot kam ardhur tek ju me një recetë tradicionale qumështori. Qumështorin sot do ta gatuajmë sipas krahinës së çamërisë. Është një ëmbëlsirë shumë e mirë të dashur miq. Disa e bëjnë pa petë, disa e bëjnë me petë. Unë do t'ua tregoj sot të dy versionet dhe ju bëheni sipas dëshirës. Por unë si Elon ju sugjeroj atë me petë sepse del shumë i shijshëm. Nuk i kisha provuar më parë këto dy receta, me thënë të drejtën, sepse unë jam nga jugu dhe ne qumështorin e bëjmë me petë të pjekura. Ndonjë ditë tjetër do t'ju sjell dhe atë version të qumështorit. Për këtë arsye mos harroni të abonoheni në kanal që t'ju vi lajmërimi sa herë të hedh një video të re. Unë që nuk e kisha provuar ndonjëherë këtë qumështorin çam, më pëlqeu jashtë masës të dashur miq dhe ua sugjeroj dhe ju ta provoni, jam e sigurt që do të mbeteni të kënaqur. Le të fillojmë nga puna. Nëse qumështorin do ta përgatisni me petë, si fillim do të zëm brumin për petën dhe do ta lëm me njanë që të shlodhet. Për 2 petë të dashur miq, unë kam përdorur 1 gotë çaj nga ato gotat e mëdha me miell. Dhe e kam qullur këtë masë me gjysmë lugë gjalp, 1 lugë kos, 1 lugë uthull dhe pak fare ujë. Ujë do t'i shtoni nëse masa ka nevojë. Pra, si fillim, filloj me përzjejmë me këto asortimente dhe nëse masa ka nevojë, i shtojmë pak ujë derisa masa të mblidhet komplet dhe të bëhet një brum si brum byreku. Këtë lloj brumi e lëm më njanë të shlodhet gjatë kohës që ne përgatisim masën. Për masat që do t'u jap sot të dashur miq, janë për një tavë 34 cm. Për këtë recetë do t'na duhet 1 litër e gjysmë qumësht, duhet qumësht lope me yndyr, pra qumësht i cili zë cip në sipërfaqe. Pra, siç e shikoni, në një enë të milimetruar kam mbushur 1 litër qumësht. Pasi të derdh këtë, do të mbush dhe një gjysmë litri tjetër. Në enën ku do ta gatuajmë, do të thyejmë 5 kokra vezë dhe do t'i shtojmë përsipër 1 gotë e gjysmë me sheqer. Gota që unë përdor është 200 ml. Pasi e kemi rrahur me sheqerin, i shtojmë pak qumësht dhe vazhdojmë ta rrahim derisa veza të shpërndahet mirë në të. Në një enë më njanë do të shtojmë 2 lugë miell dhe 2 lugë niseshte. Në këtë enën ku i kemi hedhur, do ta hapim masën me qumësht si fillim që mos na bëhet topa, sepse po ta hedhim direkt tek vezët të dashur miq, do ta kemi më të vështirë për ta trazuar. Pra, në këtë mënyrë, duke i shtuar pak qumësht, e hapim sasinë e miellit mirë, pra duke e trazuar, duke përftuar një masë pa kokriza dhe ja shtojmë masës së vezëve. E trazojmë mirë me masën e vezëve, i shtojmë qumshtin që na ka mbetur. Unë kam përdorur gjithashtu dhe pak vanilje. Vanilja ime është lëng dhe jo pluhur. Ju mund të përdorni si pluhur ashtu dhe lëng, çfarë t'ju gjendet. Tani do thoni ju, në kohët e para nuk ka pasur vanilje. Dakor, në kohët e para nuk ka pasur vanilje, por kjo nuk do të thotë që me që s'ka pasur atëherë mos ta përdorim dhe sot. Vanilja i jep një aromë shumë të mirë. Atëherë nuk ka pasur vanilje, por qumshti ka qenë akoma dhe më cilësor, vezët kanë qenë akoma dhe më cilësore, prandaj ne çdo gjë na dukej edhe më e mirë. Në ditët e sotme, ku ka humbur cilësia e gjërave të tjera, se i shtuam pak vanilje, nuk ka hiç problem, do të marrë një aromë shumë të këndshme dhe jam e sigurt që dhe ju do ta pëlqeni. Gjithashtu kam mbushur dhe një gjysmë litri tjetër, siç ju thash. Në këtë mënyrë kemi plotësuar një masë prej 1 litër e gjysmë me qumësht. E vendosim në zjarr dhe e trazojmë vazhdimisht derisa masa të trashet. Këtu të dashur miq, duhet keni parasysh që teli rrahës të preki gjatë gjithë kohës në sipërfaqen e fundit të tenxheres. Për këtë arsye është mirë që të përdorni një tenxhere çeliku për mos ta gërvishtur, sepse tenxheret të veshura me granit mund të dëmtohen. Nëse gërvishten do të humbin vetin mos ngjitse që kanë. Më njanë të dashur miq, do të përgatisim 100 gram gjalp. Një pjesë të këtij gjalpi, gati 1 lugë, do ta shkrim që ta përdorim në fund për ta lyer përsipër petën.
Kur e shihni që masa ka filluar të trashet, i shtojmë gjalpin, e trazojmë mirë me të dhe këtu e kemi gati të dashur miq. Pra, do ta trazoni derisa masa të fillojë të marrë val. Kur ju të shikoni që masa po fillon të marrë val, aty e keni gati ose për ta hedhur direkt në tepsi ose do ta hidhni në tepsin me petë, siç ju thash. Masën e brumit e kam darë në 2 kulaçe. E kam hapur me një seshte, si që kam treguar dhe në videon e fundit të byrekut, i kam hapur të 2 petat bashk njëkohësisht pra. Mundohuni që petët i hapni sa më hollë të mundeni dhe të formoni një petë të madhe e cila do të paloset sipër qumështorit. Në mes do ta lëm të hapur të dashur miq, nuk do ta mbyllim komplet, por peta na duhet e hollë dhe shumë e madhe. Duke e lëvizur enën andej këndej për ta vendosur në mes të kamerës që ju ta shikoni sa më mirë, petën e kam grisur pak gjatë vendosjes sepse e kam shtyr njëra andej enën njërë këndej, por dhe po u gris pak nuk ka hiç problem. Petën e parë do ta vendosni të hapur kështu siç është, nuk do t'ja mblidhni buzët, kurse petën tjetër do ta rrudhosim brenda saj duke e spërkatur me gjalp. Qumështorin të dashur miq që në sipërfaqe mos të zërë cip, e trazojmë vazhdimisht her pas here derisa ta derdhim mbi petën që e kemi gati. Si që thash dhe pak më përpara që një pjesë të ati 100 gram gjalpi e veçova dhe e shkriva. Gjalpi i pakët që më ka mbetur në enën ku e shkriva do ta përzjej me të verdhën e vezës, gjithashtu të verdhës së vezës do t'i shtoj dhe pak qumësht, sepse në këtë mënyrë nuk vjen era sipërfaqja e qumështorit të dashur miq. Unë jam nga ato që nuk e kam shumë qejf aromën e të verdhës së vezës në ëmbëlsira, për këtë arsye e kam holluar me pak qumësht. Edhe ju nëse veproni në këtë mënyrë, sipërfaqja e qumështorit nuk do t'u mbajë era vezë. I palosim petën që e lam të madhe përsipër, duke e bashkuar në qendrën e qumështorit. E spërkasim me masën e të verdhës së vezës, gjalp dhe qumësht dhe kemi gati për ta futur në furr. Do ta fusim në furr me 240 gradë për gati 1 orë dhe nuk do ta vendosni në katin e mesëm, por një kat nën të mesmin, pra do të rri pak më poshtë se zakonisht. Në këtë mënyrë nuk do të marrë ngjyrë për një herë përsipër, por do të piqet dhe shumë mirë. Prej vezës dhe gjalpit që ka përsipër, pjesa e sipërme të dashur miq do të marrë ngjyrë shumë të bukur në të kuqërremt. Kur ta shikoni që pjesa e sipërme ka marrë ngjyrën e duhur, nxirreni nga furra, është gati. Si fillim, kjo pjesa e sipërme mund t'ju duket pak si e fortë, si kërce, por me kalimin e kohës do të zbutet të dashur miq. Është mirë që ta lini një gjysmore të pushojë dhe pastaj ta servirni. Në këtë mënyrë do të dalë edhe më i mpiksur kur ta prisni, kur ta servirni. Kuptohet që kur është e ngrohtë, pjesa e brendshme është akoma e ujshme, por me kalimin e kohës, nëse do ta lini të pres pak, fetën e qumështorit do ta nxirrni si kallëp. Si e ngrohtë, ashtu edhe e ftohtë është një super shije të dashur miq, ju sugjeroj shumë që ta provoni. Në këtë pjesë të dashur miq po ju tregoj dhe pamjet e qumështorit pa petë që e hedhim direkt në tepsin e vajosur dhe e pjekim kështu siç është. Edhe ky version është shumë i shijshëm, por versioni me petë është akoma dhe më i shijshëm të dashur miq. Nuk e di pse, unë që i provova të dyja, më mbeti fiksim versioni me petë, ju sugjeroj dhe ju që atë të përgatisni sepse kështu del akoma dhe më i shijshëm. Ky ishte pra të dashur miq dhe qumështori, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni të jepni një like për të më mbështetur, të abonoheni në kanal për receta të tjera, të veçanta dhe tradicionale, dhe mos harroni ta ndani ta sugjeroni me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia në familje mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.